Vazhdojmë me pregaditjen. Fillimisht në një tenxhere do të shtojmë ujë, dikon prafërsisht 1 litër me ujë, dhe do ta kryposim. Shtojmë pak kryp dhe e vendosim në zjarr mesatar ujin derisa të na nxehet mirë. Tani tek uji i nxehur mirë, vazhdojmë që të shtojmë makaronat. Mund të përdorni çfarëdo lloj makarona që keni dëshirë. Unë kam zgjedhur sot këtë lloj të makaronave dhe në total do të shtojmë 400 gram makarona. I vendosim në zjerje, në zjarr mesatar për 7 minuta, sepse duhet që të na mbesin pastat al dente dhe pastaj të vazhdojmë që të ziejmë edhe 2-3 minuta tjera bashkë me salcën që do ta përgatisim. Tani na nevojitet një tenxhere pak më e thellë për salcën. Fillimisht aty do të shtojmë vaj ulliri. Në total do të përdorim dikon 2 deri në 3 lugë qille vaj ulliri, sepse këto tigan nuk ngjesin dhe nuk ka nevojë që të shtojmë shumë vaj. Tani tek vaji i nxehur, vazhdojmë dhe shtojmë një qep të prerë imët në rinde. Tani vazhdojmë që ta shtojmë mishin e bluar. Në total, unë po shtoj 400 gram mish të bluar. Vazhdojmë, i fërgojmë edhe për 3-4 minuta tjera, derisa mishi të skuqet bashkë me qepën dhe fillon të merr një ngjyrë të bukur. Që është skuqur mishi mjaftueshëm, vazhdojmë që një herë brenda të shtojmë pak piper të kuq për t'i dhënë ngjyrë më të bukur. Shtojmë edhe pak kryp, pak hudër në pluhur, si dhe pak rigon. Përzijmë mirë. Që një herë mishi të merr piperin e kuq dhe të na ruan ngjyrën e bukur. Tani tek salca do të shtojmë 250 ml krem kuzhine, hopla ose pana. Tani do vazhdojmë që brenda ta shtojmë pastën e domateve ose salcën e domateve, dhe zakonisht unë zgjedh që ta përdor këtë salcën e domateve me speca. Është shumë e shijshme. Në total do të shtojmë 400 ml. Përzijmë mirë dhe e rikthejmë në zjarr për 2-3 minuta, derisa salca të fillojë dhe të vlojë. Tek salca i shtojmë makaronat e ziera al dente. Edhe pak kashkavall të bërë në rinde. I përzijmë mirë tani dhe lejojmë që të pushojmë pastat tek salca në zjarr mesatar edhe për 3-4 minuta tjera, derisa të lidhen bashkë dhe jemi të gatshme për t'i shijuar. Shpresoj që t'i provoni edhe ju dhe ta shijoni këtë recetë të mrekullueshme për një drekë e cila bëhet gati vetëm për 10 minuta.